Për 2 net me radh, Suareka u shndrua në kryeqendrën e festës, artit dhe muzikës, duke mirëpritur mijëra qytetar dhe vizitor nga vende të ndryshme të botës. Golden Eagle Karneval nuk është thjesht një aktivitet, është një festë që bashkon kultura, ngjyra, tradita dhe njerëz. Një ngjarje që prej vitësh i jep qytetit një identitet të veçantë dhe e kthen Suarekën në një skenë të madhe të artit dhe argëtimit. Suareka këto ditë nuk ishte vetëm një qytet. Ishte një skenë e hapur, një vend kalim kulturash, një destinacion ku muzika, arti dhe buzëqeshjet u bën gjuha e përbashkët e mira njerëzve. Ata erdhen nga vende të ndryshme, por në Suarek folën të gjithë të njëjtën gjuhë. Përshëndetje. Përshëndetje. Nga vini? Na jemi Arbëresh nga Kalabria, nga Italia, Arbëresh. Keni qenë më përpara në Kosovë? Po, kam qenë shumë herë këtu në Kosova, kam qenë edhe në një manifestacione festare këtu në Suareka. Si po ju duket atmosfera këtu? Atmosfera është perfekte, ç'a mund të them, është një atmosferë shumë e bukur, na mbledh gjithë dhe jemi të kënaqura, shumë bukur. Do riktheheshit edhe herë tjera në Kosovë? Patjetër. Do ju rekomandoni të tjerëve këtë? Po, patjetër. Një fjalë shumë e bukur, vërtet shumë e bukur, një organizata e mirë, perfekte, gjithë perfekte. Një fjalë për karnevalin Golden Eagle? Karnevali më e bukur që unë e kam parë. Dhe unë e kam 58 vjetë. Where are you from? We are from Macedonia, Strumica. Are you excited to perform tonight in Suareka? Absolutely. Can't wait. It's your first time here or maybe more? No, it's our 3rd time. Will you come back again in Kosovo? Definitely. Are you enjoying your time in Kosovo here and how do you like the atmosphere? Yeah, the people are nice and everything is nicely organized and we love it here. Any message for the people of Kosovo? That they should come and watch the carnival. Yeah, how do you like the Carnival Golden Eagle? How do you see it? Well, we love it. Like I said, they are nicely organized and everything. Yes, thank you so much for your time. Thank you. Enjoy tonight. Thank you too. Hello. Hello, Where do you come from? from Slovenia, Vrbovo, Ilirska Bistrica. It's your first time here? Yes, first time. How do you enjoy the fest carnival? Do you like it? Yes, it's beautiful, it's different. Okay. What do you think that makes this carnival special? Sorry? What do you think that makes this carnival special? I don't know. Different like everywhere else. Okay. How is the atmosphere here? It's tremendous. Yes, it's very nice. Are you enjoying your time in Kosovo? Yes, we are here for three days and it's super. What does your costume represent? Like Zulu, African tribe. Yes. There are 7 of us. Are you ready for tonight? Yes, we are ready. Thank you so much for your time. Enjoy. Okay, thank you. Hello. Hello, Where are you from? Strumica, Macedonia. Is your first time here? Yes, our first time here. How are you enjoying this experience here? It's very good. We are very pleased to be here. Are you excited to perform tonight in Suareka? Yes, we're excited and we can't wait to perform. Do you have one word for the carnival, the organization and everything else? But we are surprised how good it is organized. Everything is on time, everything is fine. Are you enjoying your time here? Yeah, and the food is good too. Yeah. Would you recommend this carnival to others? Yes, we will recommend to our colleagues to come here and next year. Would you come back again? Yeah, if you invite us next year, we will come back. Thank you so much for your time. Enjoy tonight. Thank you. Mr. Erdët, nga vini? Jemi grupi nga Tuzi, Ash and Fire këtë vit. Jemi tregull në karnevalin Golden Eagle, është hera 4 besoj. Vitin e kaluar që nuk u realizua ky ishim pak dëshpëruar, por jemi shumë të lumtur që u rikëthyet. Çfarë mund të them, çdo vit nga vitin vit punojmë
maska me dorë, domethënë që i bëjnë trit vetë, çdo vit me tema të ndryshme, kështu këtë vit e kishte, meqense ishte edhe filmi Avatar i dyti që doli, zgjodhëm këtë temë. Si e prisni ftesën këtu në Kosovë? Me shumë kënaqësi, domethënë gjithë andej nga Tuzi se kemi disa grupe, sa marrin vesh që do bëhet karnevali, a na kanë ftuar, a mund vim edhe ne, domethënë Me padurim. po, shumë padurim. Çfarë bën të veçantë të karnaval sipas jush? Çdo gjë, duke filluar nga organizimi, nga detaji më i vogël, mikpritja, bujaria e gjitha, po ashtu edhe që bashkohen kultura të ndryshme nga vende të ndryshme, po ashtu edhe përgjedhja e këngëtarëve, mund të themi gjithë organizimi, nuk e di ku do theksoja më shumë, por në përgjithësi gjithë organizimi. Jeni gati për sonte? Jemi shumë gati, forca besoj, dukemi bukur apo jo? Po e shijoni këtë kohë këtu Po, në Kosovë? edhe kjo po që shoqërohemi e kështu siç e thash edhe me njerëz nga vende tjera është vërtet një kohë e bukur dhe çdo herë tani që kthehemi vit pas viti themi vitin e kaluar e mban mend si kaluam, si e bëm këtë, si bëm atë dhe pastaj krijojmë kujtime të reja çdo vit që vijmë. Faleminderit shumë për kohën tuaj. Faleminderit juve. Hi. It's your first time here, and where are you from? We are from Bulgaria originally, but then each of us is half from another country. So, for example, I'm half Nigerian, half Bulgarian. We have half Argentinian, half Slovenian, half Greek, half Bulgarian, and then, yes, Are you excited for the very night? excited. Like we saw so many videos like from last editions of this festival, and our hopes are so up. So we are really looking forward to see what is going to happen. It's your first time here? Yes, and we are definitely going to come back. We love the country. Yes, I was going to ask that. Yes. Are you enjoying your time in Kosovo? And how do you like So Kosovo? far so good, I would say. Yeah, so far so good. It's beautiful, like you have a beautiful nature. The roads are amazing. Like we came very, very fast. So it's And beautiful what do you people. what do you think that makes the carnival special? I think the palette of so many artists, so many different things that we are showing here. So it's not just one type of art. There are musicians, there are dancers, there are all kinds of performers. So I think this is very rich to give to the people, like a show, like a performance. One word for Carnevali Golden Eagle. Extraordinary. Are you ready for tonight? I am. We are all so ready. Thank you for your time. Thank you. Enjoy as well. tonight. Thank you. You too. Pas këtij rrugëtimi të suksesshëm, qëndron vizioni dhe përkushtimi i organizatorit Shaqir Palushi, i cili ka arritur të shndrojë këtë karneval në një nga ngjarjet më të rëndësishme kulturore dhe artistike në Kosovë. Në ndritat e skenës, Golden Eagle Karneval mirëpriti yjet e muzikës shqiptare. Getuar Selimi, Tajna, Klevjo, Ilir Shaqiri, Kastriot Tusha, Selami Kolonia, Enkelejda Arifi, Shkurte Fejza, Hida, Mozik, Energy Band, Alban Skenderaj, si dhe DJ-t PM and Dax. Në mesin e mira qytetarëve ishte edhe kryetari i komunës së Suarekës, Bali Muarremaj, i cili e cilësoi Golden Eagle Karneval si një nga ngjarjet më të rëndësishme për promovimin e qytetit. Si po kaloni këtë natë të karnevalit? Kalojmë shumë mirë, ne jam shumë mirë, mesëtar të mirë, të mrekullueshëm. Ne biznestet mia përkohët kompania Frutex për kontributin që ka dhënë, që ka filluar prej zeros me ndjersën e ballit, e ka krijuar një kompani jo komunale, jo regionale, jo republikane, por ndoshta edhe ballkanike, që sot produktet e Frutexit kanë depërtuar gjitha kontinentet e botës. Për neve Suareko është kënaqëri, sonte kemi festë na bashkon gjithë, pa dallim partie politike, pa dallim feje, kemi musafir nga gjithë rrugët shqiptare, kemi nga diaspora, edhe një festë që do të përsëritet çdo vit dhe të shkon të urrit. Si e vlerësoni faktin që Suareka është shtyti vetëm në Kosovë që e mban karnevali dhe po e mban këtë traditë vit pas viti? Suareka është ka traditë, ka kulturë, ka vedije, ka civilizim, dhe sot Suareka krahasohet në shtet evropian, për arsye se më të vërtet ja ke marrin në biznesin edhe diasporës, Suareka po realizon çdo ditë, është e ka një zhvillim ekonomik të hovshëm, tu i falendroj kompanitë, e veçanërisht kompaninë Frutex. Faleminderit që përkohët. E dashur nga publiku dhe me një energji të veçantë në skenë, Kida solli ritëm, emocion dhe shumë entuziazëm, duke u bërë që publiku të këndojë çdo varg së bashku me të. Shëndetje, kënaqësi.
Po, pjesë portalit tonë. Për shkruaj publikun Suare ka, sa është njëri prej vendeve që të pret më së miri ty? Po, gjithmonë kom kalu shumë mirë në Suarek edhe e kom pas moment super fin me panca të një. Dy fjallë për karnevalin Golden Eagle? Ju uroj shumë suksese, një punë shumë e mirë edhe bravo që i kam ledhë, ka të shumë shkuz, ka të shumë dëgjus, bravo. Faleminderit për kohën. Faleminderit. Një emër që ndër vite është kthyer si simbol i muzikës shqiptare, Shkurte Feza solli emocion, nostalgji dhe krenari, duke dëshmuar edhe një herë se muzika e mirë nuk njeh kohë. Sa je krenare me vendimjen tënde që të organizon këtë event si të vetmi në Kosovë? Përshëndetje dhe jam shumë krenare për këtë organizim, sepse e gjallënon qytetin edhe gjithë Kosovën, pse jo, është një organizim shumë i veçantë, edhe këtë organizim unë jam shumë i njohur se si qytetare e këtij vendi të thoja gigantit të ekonomisë Golden Eagle, i cili me një përkushtim të madh dhe ban këtë organizim, dhe pse jo i ofron qytetit Suharekës një atmosferë të bukur, një energji, një gëzim, një ngjyra e gjithçka e bukur. Më pëlqen. Dy fjalë për karnevalin Golden Eagle dhe Shaqir Palushin? Po unë do ta përshëndes edhe Shaqir Palushin dhe organizimin e tij që në këtë rast ju ofron qytetarëve qytetit të Suarekës një atmosferë të paharrueshme. Njëkohësisht edhe qyteti është në lëvizje, në festë, dhe shijon këtë festë të bukur dhe nuk është e lehtë, mirë po është shumë e bukur dhe faleminderit që po na ofron diçka. Faleminderit shumë për kohën tuaj. Dy artistë që japin ritëm brezit të ri, PM dhe Dax, sollën energjinë e tyre karakteristike dhe shndruan sheshin në një festë të vërtetë. Përshëndetje, është nder dhe kënaqësi me qenë në portalin tonë. Atëherë një pyetje, çka ju shtyu më shumë me pranu festën prapër me qenë pjesë e karnevalit? Ka na shtyti, po shumë arsye, po të morë parasysh që Suareka është një vend që nuk ka shumë diskoteka jetë natës, edhe ka dalë Golden Eagle, faleminderit edhe atyre maspor që na kanë këtu, edhe kanë dalë me një festival të tillë, edhe kjo është shumë mirë edhe për kulturën e Kosovës, kështu që kjo ka një ndër shyzat kryesore që na kanë pranuar me shumë qenë me performu para një publikit të mrekullueshëm. Jo se niva që thakë se mos po përsëritëm. Po thjesht për neve realisht është kënaqësi fillimisht për qytetin, për Suarekën, njëkohësisht është kënaqësi për neve për një brand të madh si Golden Eagle, me përformu edhe e treta është kënaqësi gjithmonë me përformu në një masë që ka është të madhe, apo kupton? Edhe jemi mirë edhe se Suareka pak na mungon shpirtërisht me që nuk e di, nuk kena bashkëpunuar shumë me klubet e natës plena, edhe nuk jena shumë të shpesh, domethënë thjesht ky karnevali po na vjen çdo vit, e besojmë se kena bashkëpunuar shumë vite bashkë, për neve gjithmonë kënaqësi. Dy fjalë shkurt për karnevalin edhe Shaqir Palushin. Ka bo një punë të mrekullueshme, në të vazhdon kështu, sepse besoj që Kosova të vinë sa më shumë këshillë festivale, edhe shpresojna që falë Shaqir Palushit me morë edhe qytetet tjera me morë një farë të bukë shmedhull, një iniciativë me bukë këshillë festivale, sepse ja vlen, sidomos për rini që nashta nuk mund mi parë njësa çdo ditë në diskoteka dhe kanë mundësi mi parë këtë live dhe me taku njëri që jetojnë përmes televizorit. Për karnevalin, po e them një farë mënyrë për dy të bashkë, se unë mendoj që karnevali që organizohet është një gjë shumë e mirë për rininë e vendit tonë, sepse rinia është e ardhmja edhe realisht kujdesen shumë për rinin tonë. Faleminderit shumë për kohën tuaj. Faleminderit edhe juve për se keni kaluar. I pëlqyer nga mira të rinj, Mozik ndezi skenën me hitët e tij dhe solli një atmosferë elektrizuese ku publiku këndoi çdo këngë nga fillimi deri në fund. Çfarë prisni nga atmosfera sonte në Suarek? Atmosfera, a dollë nuk po di që ka me thonë, po besoj që i kum po do video, ka qenë shumë mirë, edhe me zisë po pres me dollë me ndonë skenën të ta. Dy fjallë për karnevalin edhe Shaqir Palushin. Shaqën nuk e kum taku asnjëherë live, po kum dëgju shumë fjallë mira për to,
jo vetë sa i përket karnevalit, po duhet marrë parasysh që është një njëri që realisht në ka suportu dhe neve shumë kur kena konë fillimet tona. Edhe ju ka një mund njerëzë shumë, edhe pe bon këtë Kosovën bashkë suari, so kena respekt shumë për to. Faleminderit shumë për kohën tuaj. Faleminderit. Me ritmet e tyre të njohura dhe energjinë që i ka shoqëruar ndër vite, Energy Band solli një atmosferë festive që bashkoi të gjitha gjeneratat. Çfarë prisni sonte nga atmosfera suari? Unë e po shoh një entuziazëm shumë të madh njerëzve që kanë ardhur me ndjek koncertin, ky koncerti i përvjetshëm. Për neve është hera e parë, unë po besoj që kena me kalu shumë mirë dhe ne do t'japim maksimumin për publikun e Suarekës. Besoj që edhe këta do t'na presin mirë neve edhe shpresoj që kena më kënaqur. Dy fjalë për karnevalin Golden Eagle dhe Shaqer Palushin. Jashtëzakonshëm është ai njeri i palodhshëm, i pandalshëm, unë i dëshiroj shumë suksese në punën që e bën. Ndoshta është edhe një motiv për shumë njerëz tjerë që me vazhdu me punu sikur ai. Faleminderit shumë. Faleminderit. Kur në sken gjitet Alban Skenderaj, muzika kthehet në emocion. Me këngët që kanë shoqëruar breza të tërë, ai solli një performancë të veçantë ku çdo varg u këndua nga publiku. Është shumë dhe të knatësi të kemi thënë. Si ndihesh pasi mira qytetarë kanë ardhur enkas për ty dhe pas edhe jo vetëm për festivalin? Shumë i lumtur, është nuk e di sa dhe kur kam qenë në herën e fundit Suarek, nuk e mbaj mend, po kam shumë kohë, kështu që jam i lumtur që ka ndryshuar pak edhe po bëjmë festivale, koncerte të bukura edhe mezi po pres dalë skenë. Dy fjalë për karnevalin dhe Shaqer Palushin? Mendoj që është një nisëm fantastike, ne kemi nevojë për festivale tilla që kthehen në traditë. Edhe i përgëzoj shumë për këtë event që po kthehet në traditë vita vitit dhe jam i bindur që nuk vinë vetëm nga zona, po vinë nga gjitha qytetet e Kosovës edhe më gjerë. Kështu që besoj që ky është një shembull shumë i mirë për të ndjekur. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit. E gjithë kjo atmosferë festive mori edhe më shumë jetë fal prezantimit të shkëlqyer të Kushtrim Reshitajt dhe Berat Miftarit, të cilët me energjinë dhe profesionalizmin e tyre i dhanë ritëm, frym dhe një vlerë të veçantë çdo momenti të këtij spektakli, duke u bërë zëri i këtij karnevali. Dy net, mira njerëz, qindra emocione dhe një qytet që jetoi ndryshe. Golden Eagle Karneval edhe këtë vit dëshmoi se arti dhe muzika kanë fuqinë të bashkojnë njerëzit, të promovojnë kulturën dhe të krijojnë kujtime që mbeten gjatë. Kur dritat e skenës u fikën dhe tingujt e fundit u shuan, Suareka mbeti me një tjetër histori për të treguar. Historinë e një qyteti që di të festoj, të mirëpres dhe të kthejë çdo moment në kujtim. Nga Suareka në zemrën e festës, përfundon ky rrugtim i ngjyrave, muzikës dhe emocioneve deri në takimin e radhës.